Ndërkohë që ne do të kalojmë në spotet e dyta publicitare dhe në pjesën e tretë tash edhe një herë është një histori e çuditshme. Këtë vit makinat elektrike në regjistrimin e tyre të parë kanë kaluar makinat me djegje të brendshme në tregun shqiptar. Janë rreth 10.700 makina të reja me 0 kilometra të nxjerra të shitura këtë vit, nga të cilat për të regjistruar këtë vit, në të cilat më shumë se gjysma janë makina elektrike. Kryesisht vinë nga Kina, unë kam qenë Electric Cars Albania për të kuptuar kush janë arsyet që makinat elektrike janë në një bum të vërtet në Shqipëri. Shkaku kryesor është çmimi, do shihni se si llogaritet, se si mund të blesh me një buxhet shumë normal, me një kredi në të cilën ti e shlyen vetëm me lekët që do paguaj karburantin për një makinë me djegje të brendshme, performanca jashtëzakonshme teknologjike, shihni çfarë makinash janë, këto janë ato ne quajmë Xiaomi, po kinesë se si e thon atë shën pak më ndryshe, që janë lider në teknologji dhe njëkohësisht kanë një komoditet të jashtëzakonshëm. Po pse ky bum i makinave elektrike, pse makinat elektrike priten të jenë të ardhmesh? Ndiqeni Electric Cars Albania, i kam qenë eksaktësisht në showroomin e tyre. Ndërkohë që përpara se ta mbyllim, në fund të kësaj pjese të dytë, do të jetë dhe intervista e Lara Kulturit, thash, e cila aktualisht është duke skijuar, unë nuk arrita të shkoja dot në Kushevel, ku ajo kishte garën për t'i marrë intervistën, sepse atë ditë s'paku shpërtheu ato dosjet që janë për ditë në televizor dhe u detyrova ta anulloj fluturimin për Kushevel, por Viola Spiro i ka bërë asaj një intervistë shumë interesante sipas formatit të personazheve të vitit. Janë të gjithë personazhet e vitit, Lara Kulturi, spotet publicitare dhe më pas historia e enjtes me Electric Cars Albania. Ja dhe të 11 personazhet e vitit me ndiqyra kryetari komunës së Strugës Përparim Rama, kryetari komunës së Prishtinës Zamir Mane, shqiptari parë në Forbes, si miliarder Arben Anamali, i vetmi që nuk është këtu mes nesh, që humbi jetën për të shpëtuar 2 jetë tjera në liqenin e Shkodrës, Marko Gjona, zjarfikës, që shpëtoi një fëmijë dhe njëkohësisht një mirënjohje për gjithë zjarfikësit e Shqipërisë, Raimonda Bulku, 50 vjet ikone kinematografisë shqiptare, Recep Selimi, që aktualisht është në Hag, duke u përballur me një gjykim të padrejtë. Ardita Sinani, kryetare komunës së Preshevës, një nga zonat më të vështira për shqiptarët, Rej Manaj, autori golit të famshëm me Serbin, që e çoi Shqipërinë në play-offin e Marsit, Lara Kulturi, nën kampion e botës dhe Piro Ruço çmim special për orën e tij. Lara Kulturi, spotet publicitare dhe Electric Cars Albania me herë më pas. Kulturi is looking good. Albania are looking good. Albania, top of the table. Lara Kulturi, faleminderit për kohën tënde. Vetëm 19 vjeç dhe je tashmë një nga skiatorët e reja më të mira në botë. Je zgjedhur si një nga 10 personalitetet për vitin 2025 në programin televiziv Opinion. Cili është objektivi më i madh që ke arritur këtë vit? Sigurisht që këtë vit, momenti më i mirë ishte kur arrita vendin e parë në Levi, që përkonte edhe me ditëlindjen time. Ishte një moment i veçantë, nuk e prisja. E dija që po shkoja mirë në stërvitje, por nuk e mendoja që do të ishte kaq e shpejtë, kështu që ishte padyshime mahnitshme. Lara tani po garon në nivelet më të larta në botë, por çfarë mendon se mund të përmirësosh më shumë? Patjetër që mund të bëj shumë më mirë, sidomos i shoh garat e mia dhe vëre se bëj gabime dhe padyshim që ka vend për përmirësim. Megjithatë, këtë vit po eci shumë fort dhe qëllimi është të sjell këto ndjesi edhe në garë, sigurisht. Dhe cili është objektivi yt kryesor për vitin 2026? A ke ndonjë ëndër të fshehtë në sirtar për sezonin e ardhshëm? Qëllimi është padyshim të argëtohem dhe të sjell gjithmonë ato ndjesi të mira që zakonisht i kam në garë. Qëllimi do të mbetet gjithmonë po ky. Po funksionon tani, po shkon mirë. Kështu që do të vazhdoj kështu. Çfarë të motivon më shumë kur gjërat vështirësohen? Po, për shembull, dje, pas marshit të parë kur dola, jam përpjekur të sjell gjithmonë gjëra pozitive. Gjithmonë përpiqem të sjell dhe të nxjerr në pa pozitiven, edhe në momente pak të vështira. Dhe si të qoftë, tani që po dal nga saloni, ndihem mirë. Thjesht duhet ta ruaj atë besim dhe të përpiqem të sjell ato gjëra në garë. Si ndihesh ti është një shembull për vajzat e reja, madje edhe për ato shqiptare që ta admirojnë?
Kjo është padyshim e mrekullueshme, sidomos të mendosh se deri para disa vitesh I shikoja këta atlet me sytë e një fëmie, duke u ndërruar, dhe tani po garoj me ta dhe po bëj njësoj si ata. Dhe është vërtet e pabesueshme, vërtet mahnitse. Ndihem jashtëzakonisht krenare dhe veçanërisht të shoh fëmija që po më kërkojnë foto dhe autografe. Është vërtet diçka e bukur.